Pas lajmit të hidhur për ndarjen e papritur nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, artisti Blero ka bërë një reagim prekës dhe plot emocione, duke nderuar figurën dhe kontributin e tij të madh në muzikën shqiptare. Në postim, Blero thekson se Shpati është një prej artistëve më të shquar të fillim viteve 2000, një zë veçantë dhe një figurë që la gjurmë të pashlyeshme në skenën muzikore shqiptare. Ai kujton se gjeneratat e tëra të rinj që janë rritur me këngët e tij dhe janë frymëzuar nga arti i tij, duke e vlerësuar me nostalgji dhe respekt kontributin që ka dhënë ndër vite. Duke shprehur renditjen e madhe që ka sjellë ndarja e tij e parakohshme, Blero shpreh se do të ishte njerëzore që dita nesër me të shpallet ditëzie në ndërim të veprës dhe jetës së artistit. Sipas tij, shpalljen e ditës zie do të ishte një akt respekti ndaj figurës së Shpat Kasapit, si dhe një mesazh solidariteti me familjen, kolegët dhe mijëra qytetarë që e kanë dashur dhe vlerësuar për muzikën dhe ndikimin e tij. Ky ishte postimi që Blero publikoi në rrjetin e tij social Instagram.